U kthyem në studio, ndërkaq tani do të ndrojmë komplet temë, do të flasim për një festë që dikur duke i larg prej nesh, e sot bëhet gjithnjë më e pranishme në qytetet tona, në rrjete sociale dhe madje edhe në klubet e natës. Është fjala për Halloween dhe do të flasim pak se pse e festojmë ne Halloween, pse e duam apo sepse nuk duam të dukemi më prapa nga shtetet tjera, pra në këtë rast me Evropën. Bashk me Toni Selimin, që do të na ndihmoj që të kuptojmë më thellë dimenzionin kulturor të festës, si dhe me Getoar Ndong, organizator i partit më të madh të Halloweenit në Prishtinë, që do të mahet për herë të parë tek tuneli nën Korriz, një ngjarje që po organizohet nga Kultura House. Ju përshëndes të dyve dhe faleminderit shumë që keni ardhur sot në Kosova Live. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Si e sheh në Kosovë, sepse ju jetoni jashtë, megjithatë vini kohë pas kohe, nga ajo që keni kuptuar nga kultura jona. E festojmë me të vërtet sepse e dim çka do të thotë kjo festë, apo pse e kemi parë edhe në rrjetet sociale edhe në shtete tjera të Evropës, edhe duam që të jemi në trend me trendet e fundit. Ka tepër dimensione të ndryshme të festës të Halloweenit. Nëse shkojmë në origjinën e festës të Halloweenit, domethënë nga kultura keltike dhe prej festës Samhainit. Domethënë ajo është një ditë që e kanë festuar kur sos vera fillon dimri. Dhe ata kanë menduar se në atë moment domethënë perdja mes vdekjes dhe të gjallërve zvoglohet dhe shumica e fantazmave prej botës shpirtit vinë këtë botë dhe filluan të maskuan që të tërheqin, që të frikin këta fantazma që mos vurin dhe të fundikojnë jetën tyre. Dhe kjo festë është zhvilluar me qindra vite tash dhe në çdo qytet ose shtet që udhtoj, formën në të cilën ata festojnë ndryshon. Tash në trendin ton, në kulturën balkane, në kulturën Kosovë, besoj se nga dalë ka dalë dhe kjo do bëhet një komercializimi i festës. Dhe është një gjë që si procesi evolucionit shtetit të Kosovës, ne si njerëz udhtojmë ta botën dhe shohim edhe në media sociale, por gjithashtu i përjetojmë kur shkojmë në qytetet e mëdha këto festa. Se është natyralisht që edhe ne të afrojna, apo pyet që unë e bëj organizatorëve, se si mund ne të kryejmë atë fest në mënyrë që tradita jonë nuk humbet. Për shembull, në botë, nëse e shohim në Angli, në vendet anglosaksione, tradita është domethënë të pjekush kungullin, të bësh kollaçe të ndryshme me dekorime të ndryshme të frigës, të festës, dhe e bëjnë atë trick and treat. Kosovë, për shembull, ne mund të bëjmë ushqime tradicionale, domethënë me një ftyrë frige. Dhe festivalet të ndryshme dhe muzikë ndryshme. Flinë edhe pitën me një ftyrë. Korrekt. Domethënë se ato janë më. Getoar, turoj mirëseardhje. Faleminderit shumë për këtë paraqitje të drejtë për drejtë. Faleminderit për festën. Toni, po na shpjegon se çka do thotë festa e Halloweenit në një dimension më tjetër, sepse ka informacione më shumë, por ne në Kosovë sa mendon që kemi informacione dhe e dim çka vërtet do të thotë kjo festë? Po, realisht të mendoj që Halloweeni të na është më shumë se një festë, është një ngjarje kulturore, është kriju një ngjarje kulturore urbane, ku të rinjt munden me shfaq kreativitetin e tyre, energjinë e tyre edhe dëshirën për me u masku edhe me përjetu, është më shumë se një festë, është një ngjarje në të cilën të rinjt mund me shfaq kreativitetin e tyre edhe me qenë në trend global. Po, me sa e dim, Getoar, kjo nuk është feste jona tradicionale, megjithatë është një trend që po e ndjekim edhe ne në Kosovë, apo jo? Po. Getoar, më dëgjove apo ta përsëris edhe një herë pyetjen? Po ta pak për një thirrje, sigurisht. Një problem teknik. Po, pyetja ishte që a e dëgjove? Jo, nuk e dëgjova. Po ta bëj edhe një herë që t'jemi më të qartë. Thash nuk është feste jona tradicionale, mirë po me aq sa e dim ne është një trend cilin edhe ne po e ndjekim, aq që e biseduam edhe Tonin më herët. Pajtohesh? Po, unë mendoj që shoqëria jonë është
pjesë e botës moderne, edhe shoqëria jonë është komplet në hap me trendet globale, edhe pse kjo realisht nuk besoj që ka qenë kështu pjesë ndoshta të gjitha vendet është kriju si koncept, është komercializu dhe kanë fillu me festu pastaj, me shumë gjallë po besoj që ka fillu në vendet amerikane, në Amerikë, edhe na besoj që jena në trend me botën, jena pjesë një shoqënie globale dhe mendoj që është që thash dhe në fillim, na po e shohim se pse në fillim ne jemi të organizuar një event edhe kemi pa interesimin e të rive. Është më shumë se një event, është një ngjarje ku të ri dojnë me tregu shumë më shumë, dojnë me tregu kreativitetin e tyre, edhe dojnë me përjetu diçka të re, që ndryshohet nga rutina e të dalrave ndryshe gjatë vitit. Po, çfarë aktivitete nëse mundohesh më Çfarë aktivitete do të ketë ose cila është ideja organizimit, sepse kemi pa që e keni paralajmëruar gjatë gjithë kohës, po ti ndajmë detajet e sakta se çfarë do ndodhë sonte. Nas Kultura House kemi realizuar bashkëpunim me Komunën e Prishtinës për shfrytëzimin e hapësirave publike të qytetit, të kryeqytetit, dhe kështu si bashkëpunimi jonë i parë është ky i organizimit të Halloween Party në tunelin e Kurrizit. E kemi zgjedhur tunelin e Kurrizit sepse është një lokacion legjendar i Prishtinës, edhe ku realisht edhe në të kaluarën janë mbajtur ngjarje të tilla, po flasim para 20 viteve, tash me renovimin e tunelit, me renovimin e ri nga komuna, janë kriju të gjitha kushtet që të mbahen evente prap. Edhe për atë arsye ne pikërisht për datën e Halloweenit e kemi zgjedhur tunelin për shkak se është edhe si lokacion interesant, është pak i fitshëm edhe vetë si koncept, si lokacion. Edhe ka qenë shumë interesant, është prit shumë mirë, edhe interesimi ka qenë shumë i madh. Presim me pasur 1500 persona, të cilët janë të detyruar me qenë me maskë, edhe janë të detyruar me pas kostumë së maskë, edhe u prit shumë mirë po presim. Edhe një? Ka kod veshjes, apo? Po, ka kod veshjes, patjetër. Patjetër, ajo është edhe ideja komplet e festës. Ka kod veshjes, tuneli është dekoruar me maskime të ndryshme, me dekore të ndryshme Halloween. Kemi DJ ndërkombëtar të cilët do të performojnë. I kemi 2 DJ nga Hollanda dhe 2 lokal, janë Ardian Berisha lokal, edhe Art Haliti, edhe janë Dave Nunes nga Hollanda dhe Xharu Vandal, të cilët do të performojnë. Do të thotë është një event që fillon nga ora 8 deri në ora 2 të mëngjesit. Kështu. Po, a ka moshë caktume? E pastaj e pyesim Toni, sa ka moshë caktume për me festu? Po, është përmbyt 18 vjetë, strictly përmbyt 18 vjetë. Nuk ka moshë caktume, po është moshë caktume përmbyt 18 vjetë. Po. Në fakt më bori përshtypje e lokacionit që i keni zgjedhë, se sa u renovu, tash mendojnë që ato kanë me mbet aty. A jeni kujdes që gjithçka mu kthy në formës? Po, realisht, shpërcekat, lokacioni është legjendar këtu, kanë qenë edhe në vitet 90-ta, tuneli është si vend takimi personave, është si simbol i rezistencës tonë, edhe pra të arsye edhe kemi zgjedhë si lokacion. Edhe po ashtu jemi përgatitur me gjitha gjërat e nevojshme për pastrimin e tunelit pas përfundimit të eventit. Po. Toni, do të shkojmë edhe ne, sepse eventi po duket Pse jo? interesant, një aktivitet i mirë. Në me thonë, jena 18 vjetë mund të shkojmë. E plotësojmë atë. Toni, kisha pas dëshirë të ndalemi pak tek mënyra e veshjes për Halloween. Si përcaktohet, sepse shumë shpesh, sidomos Kosovë, më duket se keq kuptohet pak. Gjithmonë është diskutimi i njëjtë, që ideja është që dukesh pak frikshëm, por në shumë raste nuk dukemi ashtu, a? Unë do të lidhi me sjellje njerëzore. Për shkak se Halloweeni për mua është edhe një kënaqësi, një fest që ne mund të shohim vërtet veten. Dhe si ne mund të shfrytëzojmë kreativitetin tonë, të tregojmë maskat e ndryshme në vete që frikën atja tregojmë në njeriu tjetër. Domethënë, është tepër interesante nëse ne marrim veten si pasqyrë. Dhe kur shohim çdo ditë se çka na ndodh një dhe se si ne ndryshojmë sjelljen, mund të krijosh një kostyum unikat që lidhet me frikat e mbreshme që ke. Kjo qenë ka shumë më e thellë.
Korrekt. Se sa që e kuptojmë ne kështu. Korrekt. Dhe me thënë, ti ndjesh i lirë kur shkon me një festival si Halloweenit. Dhe me thënë, ti mund veshësh çka dosh. Po gjithashtu është një proces që mund t'i thim ata murat e paragjykimit në rrjetën tonë, dhe me thënë popullin tonë. Pse? Për shkak se gjithë njerëzit vinë aty të maskuar dhe janë duke bërë një parti shumë të madh, ku dhe me thënë ti je i lirë të shprehësh veten. Pa. Nga ana emocionale i bie që pas maskës ti këtë herë je i lirë që të bësh çfarë të duash se mendon që të tjerët nuk të njohin ose nuk e dinë se kush vërtet fshihet pas asaj. Korrekt, po gjithashtu të lidhesh me njerëz tjerë që janë të maskuar. Dhe me thënë, shumica e friendship, dhe me thënë, kur bëna shoqëri, fillon në parti të ndryshme. Dhe kjo është një gjë që shumica e njerëzve që nëse është kjo festivali i parë në Halloween në Kosovë, kjo mund rritet shumë e madhe, për shkak se njerëz nëpër botë shkojnë nëpër qytete të ndryshme veç të festojnë Halloweenin. Dhe ne mund të lidhim me traditën tonë, që dhe më thënë mund bëhet një festival tepër i madh në Kosovë, dhe gjithashtu të komercializohet, për shkak se edhe bizneset e Kosovës mund përfitojnë prej këtij sendi. Populli mund përfitone, po gjithashtu shoqëria mund përfitone në ndryshimin e paragjykimeve të ndryshme dhe të brinj kreativitetin e tyre gjatë festivalit. Po. Gjetuar, kur jemi të paragjykimet, sepse jeton në Kosovë dhe i dim që sa herë është festa Halloweenit, prap fillon edhe ky diskutimi për personat të religionit musliman që thonë se është haram, siç themi ne. Pse mendon që është kjo? Për shkak të mitologjive që lidhen me festën e frikshme të Halloweenit, apo vetëm është trashëguar kështu si koment nga të tjerët? Po, besoj realisht mundet me qenë ma shumë kështu si pak si mit që është kriju, se nuk besoj që ka të bëj. Edhe unë kom dëgju plot persona që në shtatë na kanë thonë që nuk mund na ardhë për shkak që nuk ma lejon feja, e cila është një diçka personale, mundet me qenë besoj që është religioze, lidhet me fe edhe e respektoj, padyshim që respektoj, po duke pa impaktin edhe interesimin, nuk mendoj që është një numër i madh që mendojnë ashtu. Edhe po e shohim që rinia, sidomos rinia Prishtinës, është shumë e hapur me festu, edhe është shumë e hapur me nxjerrë prap një festë të tillë, kështu që mundet është ndoshta një pjesë e vogël, po nuk mendoj që është pjesë shumë e madhe, se duke pa interesimin, po ashtu duke ditë se sot këtë qyteti feston. Sot çdo lokacion i qytetit ka festa, çdo kafe, çdo lokal në Prishtinë e ka festë dedikuar për Halloween. Kjo bëhet për shkak të interesimit. Normalisht nëse nuk kish pas interesim edhe nëse rinia nuk kish dashur me festu, pak lokacione ishin marrë në këtë temë dhe kishin organizuar evente me këtë ide. Po, atëni pas më interesant ndonjë kërcënim apo fyrje gjatë organizimit, ndonjë koment që ndoshta ju ka bërë përshtypje pikërisht për këtë që pyeta? Jo, ka pas ndoshta aty këtu ndaj koment që ka qenë i lidhur me këtë temë, po nuk kisha thonë që kanë qenë shumë. Domethënë të pakt edhe jo ndoshta edhe shumica me profile fake në rrjetet sociale, jo ashtu me të identifikuar. Po, Toni, çfarë mendimi ke? Unë besoj dhe me thënë çdo festë është një festim. Dhe me thënë i bi njerëzit së bashku. Dhe është një mundësi ku ti prap kthehem te kreativiteti, mund të përdorish me veten në mënyrë për shembull ne tërhiqna për ngjyrat që i veshim në vete. Por gjithashtu nëse kena trauma të ndryshme, shumica e njerëzve nuk e kanë atë mundësi që të shkojnë nëpër eksperta dhe të punojnë ose të kenë familje që i kuptojnë traumat e tyre. Domethënë një ditë ti mund veshësh si të duash. Dhe është një liri që vetes jep ti, domethënë atë liri të veshësh pa marrë parasysh paragjykimet. Nuk është për mua një gjë që nuk japim festën dhe si. Jo, se nëse kthehena këtë çdo fe për shembull, ne çdo fe promovon se kjo është një gjë që Zoti ka kriju. Nëse Zoti neve na ka kriju dhe nëse Zoti neve na ka dhënë kreativitet, nuk mund të ajo të shkone me një paragjykim. Se edhe fjala e parë në Kur'an është mëso, lexo. Domethënë për çdo gjë në jetë ne jena qenie që bëjmë evolucionin. Unë mbaj mend në kohën time kur jam lind, domethënë vitet e 70-ta. Domethënë disa prej njerëzve fetar thoshin mos hash asgjë që e blen. Domethënë të shkosh në një supermarket të blesh një produkt që është bërë në Gjermani. Edhe ta thoshin është haram.
ose të shkruash një vetur moderne se është haram. Do të thonë edhe percepcionet tona ndryshojnë me kohë. Pse ne ndryshojmë. Kena një detyrim 3, shkenca ndryshon, jeta ndryshon, por gjithashtu rinia nuk e ka të njëjtin mendim që e kanë pas tjerit. Do të thonë, nëse shohim nga ana e fesë dhe nëse shohim ne të respektojmë, ata që janë fetar, besimtar, ata nuk do të kenë paragjykim për një festë. Gëtar, në koment tjetër, sepse si që për shetoni është shumë pozitive dhe gjithmonë i spjegon kështu në detaje këto mitet edhe gjithë shka tjetër e tëre. Po, realisht, unë do shta me japë edhe një koment, na si shoqëri se mundi me marrë analogjien edhe festat e fundvitit, edhe Christmas time, edhe komplet na jemi si shoqëri që gjitha i festojnë, edhe jemi si shoqëri laike, edhe pse shumica e popullit është e fesë islame, kisha marrë analogji edhe atë kohë që me tregu që na kemi atë spirit të festës edhe nuk na identifikon shumë me religionin kjo pjesë. Të njëjtën e kisha marrë si analogji edhe për Halloween, kështu që nuk besoj që ndikon kjo shumë edhe po vrejhet e dëshira e njerëzve edhe të interesimi i njerëzve. Gëtar, ke vendos çfarë kostume ki me vesh sot? A e ke bo përzgjedhjen? Po, unë vendos. Nashta i jepi ide edhe na i kujtë që përna shë. Edhe që kjo është një qka shumë rëndësishme cilën e sekëm edhe në fillim. Për Halloweeni e ka dhe një mesazh shumë interesant, edhe shumë që të rive ju pëlqen është kjo kreativiteti i veshjeve, edhe të spjegumit ndjenjave edhe të lukut që mendon me pas. Të njëjtën kohë për shembull, shumë personazhe bëhen shumë të ri bëhen si personazhe të filmave. Unë kam zgjedhur mu bo si Brad Pitti në filmin Fight Club. Ta shumë intereson nga emocione, çka të shtini mu bo si Brad Pitti? A ke thonë të problemi ditë? Jo, për të jam i bukur si Brad Pitti, po tesa, po mundova me bo si Brad Pitti. Shumë lete pas ke pas, ha? Po mundova biletesa, masi bukurinë s'po mujtë. Po më intereson a kanë me aqëllu me njëherë me të parë personazhin kur të shojnë, ha? Vetë këtë kom pas që filmin ka pëlqyer shumë edhe mandej kom mendu mu bo si Brad Pitt, sa s'kene në Fight Club. E ka një film shumë të mirë bashkë me Angelina Jolie. Angelinën së kam veç, unë e veç me Brad Pittin. Nuk i di, ti nismën e pas ke marrë, ku ke vesh si Brad Pitti, kështu që si di. Toni, nëse kështë marrë pjesët? Si dhe isha vesh? Dhe kësha kryu diçka që prezenton edhe të ersin time dhe dritën time. Dhe më thonë të bësh një konfuz cili jam. Dhe më thonë gjysmë dhe diçka tepër ertë, prej me, prej personaliteti, që kur e shef maskën, ti frigësh. Edhe gjysma tjetër, që më busqeshe, edhe të len aty në mjedis cila më pëlqen më tepër. Ashtu po të mendoj diçka në të pjesa e shpinës edhe pjesa përpara krejt ndryshe. Tash, kushdo që e gjenë vetën të pjesa e errësirës ose e dritës, qasët, më sleti. Ose e bën gjysmën e vetës këtë dy anët. Për para e kjetë dy gjysma tjera. Po lënë në kuptim tjetër, Toni. Kundër të. Dy karakteret ndryshme. Unë mendova 4. Dhe më thënë, erët këtu, dritë këtu, erët për mbrapa, dritë mbrapa. Kjo të regon shumë edhe për emocionet e brendshme që i kemi pa tjetër, sepse momenti që na jepët rasti pra me tregu një lloj kreativiteti, e tregojmë pak edhe dëshira tona. Gëtar, ka ndonjë ftyrë publike që e ka konfirmu ardhjen ose ndonjë surprizë, edhe pse surprizat nuk tregojmë, po ne gazetarët gjithmonë mundohem nxjerrim diçka. Po, realisht, që që te ka në fillim, unë du dhe mju falendru kryetarit Rama dhe nën kryetarit Shkëmanej për besimin që kanë pas, me na besu për marrëveshjen që kemi bu dhe për partneritetin, tash që kemi me pas edhe 3 vite të ardhshme, për zbulsimin e hapësinave ikonike të Prishtinës, edhe për realizimin e eventeve të ndryshme kulturore. Kjo është edhe ideja, me pru një energji globale në Prishtinë, na vazhdimisht sjellim DJ të huj, sjellim DJ global, edhe tentojmë me pru një energji globale në Prishtinë. Edhe po ashtu, më përgjigjë pyetjes, besojmë që ka me qenë kryetari Rama sot në event, edhe mjaftën. Mjaftën Rama. Se fillur me bo fushat, a fshe dhe 3 kanë fillu. Ose doshte ata paraqitën me masë dhe askush nuk i din.
Mirë pra Gretar, gjithë shka që patëm dëshirë dim paka shumë edhe na dhe informacionet, të falenderoj shumë për këtë paraqitje edhe suksese, sepse 3 ditë gjata ju presin duket. Faleminderit edhe juve për ftesën edhe ju mirë presim sonte në vend. Faleminderit shumë Gretar. Faleminderit, ciao, kalushim mirë. Ciao, tënk. Toni, edhe Kosova ka përparuar, eshe? Ka përparuar për së tepërmi. Dhe është kënaqësi nëse shoh dallimin mes Maqedonisë dhe Kosovës. Normal se në çdo shtet në zhvillim ka sfidat e ndryshme, po njeriu duhet të pyesë veten, domethënë kur ne paragjykojmë një politikan ose një personazh ose një moderator për gjëra që neve nuk na pëlqejnë. Domethënë duhet jena më tepër të mirë kuptueshëm me njërin tjetrin dhe të gjejë një dialog dhe një vizion ku domethënë ndryshimet që janë duke të kaluar dhe problemet që krijohen të zgjedhen dhe të qartësohen vizioni i qartë i Kosovës edhe brenda por edhe jashtë. Toni, me që jemi të kjo fest, tash po të pyes realisht sepse nuk I kemi të rinj të Maljanin. Preferon që të shkosh, preferon që t'jesh prezent në këto festa? Kur ka mundësi, për shembull, kur isha në New York në festën Halloweenit, është një festival në gjithë Manhattan, edhe është një gjë kur e sheh me të vërtet humbesh në atë botë. Dhe nëse ke frika të mbrëmshme, kjo mund të t'i nxjerrë gjithë. Por nëse je në paqe me errësinë tënde, ti mund të kesh një, domethënë, eksperiencë jashtëzakonshme. Pse gjithashtu na përkujton neve se jeta jonë është e përshkurtër. Domethënë, shumica e njerëzve kanë frika të ndryshme kur dikush ndron jetë. Dhe është një gjë që ne mund të respektojmë edhe botën shpirtërore, po edhe botën edhe materiale që kena tash, por gjithashtu njerëzit që I duam që kanë shkuar në botën shpirtërore. Se prandaj festivali mund të lidhet në shumë mënyra të ndryshme, edhe besoj se në çdo shtet që kam qenë për festivale, që kanë vesh kostume të ndryshme, ta kanë shpreh këtë send. Domethënë edhe ne si kultura jon, duke shkuar në integrimin evropian, por gjithashtu si çdo shtet tash jena me një botë globale. Të rinjt dëshirojnë mendimin global. Dhe me mendimin global vijnë festa të ndryshme, domethënë si mund të shfrytëzojmë kreativitetin tonë në mënyrë që ne mund të ngrihena si shoqëri. Po, te kjo festa e New Yorkut, me që ka qenë me madhja që ke marrë pjesë, e përmende pak pjesën emocioneve që është një festë e frikshme dhe që të ngjall emocione edhe nga brenda. Po më intereson reagimi yt. Po atë ndonjë vështirësi? Me fat mirë unë shkova pasi kam punu shumë me vetën. Pasi I pranova ata errësitë e mi, dhe me thënë atë mirësinë time dhe integrova në një identitet autentik. Po kisha njerëz që ishin me mu, edhe klienta, edhe shoqëri, edhe shqiptar, po edhe amerikan, dhe me thënë që ata trembeshin kur dikush vëdilte befasisht. Po gjithashtu kjo tregon dhe me thënë se ti nuk jem paqe me vete me autenticitetin tënd. Dhe me thënë kje shumë friga dhe shumë maska të ndryshme që si ke përpunuar. Dhe me thënë kje trurin amigdalën tepër të zhvilluar dhe me thënë një reagimi vogël ti të merën. Edhe po gjithashtu mund të t'jape ëndra të këqia kur t'kthesh në shtëpi edhe ti të merresh për këtive sende, si zakonisht si fëmijë ne I kena ëndra. Por ajo vazhdon edhe kur rritesh edhe moshën më të vjetër, se ne nuk e punojmë mendjen tonë që të përballojmë dualitetin tonë. Po, edhe çdo ndryshim që mund të ndodhë aty për aty. Ndërkohë kjo fest lidhet pak edhe me ngjarjet horror, dhe kemi pa edhe në botë që shumë shpesh ka pas themi kështu e premte e zezë. E pres, korrekt. Lidhet për shkak se çdo gjë që konsumojmë, çdo informatë që konsumojmë. Nëse ne kena problematik të madhe të psikologjisë, ta gjithashtu mund të krijojnë një efekt shumë negativ. Për shkak se mund të japë ide të rinjve të bëjnë gjëra që janë tepër të mëshme. Dhe kena pas në situata në përbot, ku edhe në kohën e sotshme kena situata që njerëzit e kanë përdor inteligjencën artificiale të krijojnë një plan program të vetvrasjes.
dhe një plan program të bëjmë një bulisëm dikujt tjetrit. Domethënë duhet jena tepër të kujdesshëm dhe duhet kena të bëjmë edukimin e popullit kur bëjmë feste të ndryshme, festivale të ndryshme që ata të përdorin në mënyrë pozitive për shoqërinë, Që të janë për festa shtetin. argëtimi, por jo të Korrekt, për përfunduar. argëtimi, jo t'i japë dikujt dhe ide se ti ke liri mund shkosh bërë gjëra të mërshme për një njeri tjetër, një familje tjetër. Dhe tash ndëgjova sa isha në Kosovë, një incident për shembull, për shkak se djali e një prindi i ka bë flokët të kuqe ose diçka tjetër dhe i kanë dalë përpara me thik. Dhe domethënë këta sende Kjo ngjarje në Kosovë? në Kosovë, korrekt, se këta sende e të merrin çdo prindër. Pse në kohën e sotshme ti nuk mund t'i tregosh një fëmijët se si ata dëshirojnë ta qojnë jetën. Çka duan të veçin, si të kenë flokët ose si të mendojnë. Domethënë është një gjë që shkojmë tash gjatë rrugës së individit, zhvillimit të individit, ku vlerat familjare fillojnë të transformohen. Nuk është se i hupin, domethënë ne gjithmonë transformohena gjatë këtyre proceseve të ndryshme. Domethënë se si ne duhet krijojmë një hapësirë, ku domethënë edhe respekti i vlerave, por gjithashtu respekti i vlerave që janë evolluar në gjeneratat e reja, se si të krijojmë një rrugë që të krijojmë një shoqëri të shëndetshme. Ka raste të tilla, duke si jemi ende mbrapa që t'jemi kështu shumë t'i lëm edhe fëmijët, por edhe anëtar tjerë shoqërinë që t'jenë të lirë dhe ta jetojnë jetën ashtu siç duhet, por shpresoj që një ditë do të arrijmë edhe ne tek ajo pikë që gjithkush të jetojë ashtu siç don toni. Absolutisht, unë besoj në atë, besoj në popullin tonë, besoj në punën, domethënë ju në për media televizore që bani, për shkak se gjithçka ka një ndikim të njeriu. Po saqërisht të njeriu kur nuk ka një rrugdalje, kur është në nersi ose kur ka dhe një traumë, ose ndinje, një gjë që mund të shkatrone pa marrë parasysh sa mendon se je i fortë. Dhe prandaj unë besoj kur vin këtu e ndaj diturinë falas me çdo njërin, se askush n'as pagun as rrugën, as hotelet, as gjë. Por besoj në popullin tonë, besoj në aftësitë e popullit tonë, besoj në domethënë luftat e ndryshme që populli jonë ka kryer jena në këtë moment. Dhe çdo njeri i them, mendoni këta sende hapin kur e bëni përpara, që të jeni të përgatitshëm. Po. Je i gatshëm gjithmonë që t'japësh kontribut, qoftë edhe përmes intervistave, kështu që unë të falenderoj shumë që ishte dhe sot prezant. Faleminderit shumë.